Rreshjet e dendura të ditëve të fundit kanë sjellë pasoja serioze në fshatin Gorish përgjatë aksit rrugor Vllahin Poçem, ku janë shënuar shqitje të konsiderueshme të tokës, si pasojë e lagështisë së lartë dhe ngarkesës së terrenit. Disa sipërfaqe tokash bujqësore janë dëmtuar rënd, duke vënë në rrezik jo vetëm prodhimin bujqësor, por dhe stabilitetin e zonës përreth. Sipas banorëve, situata është përkeqësuar ndjeshëm pas rreshjeve të fundit, ndërsa frika mbetet e lartë, se në rast të vijimit të motit të keq, rrshqitjet mund të zgjerojnë perimetrin e dëmit, duke rrezikuar edhe segmentin që lidh zonën me fshatrat përreth. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet lokale dhe strukturat përkatëse për të vlerësuar situatën në terren dhe për të marrë masa parandaluese që do të shmangnin dëme të mëtejshme, si në tokat bujqësore ashtu dhe në infrastrukturë. Sipas tyre, nevojitet ndërhyrje teknike për stabilizimin e terrenit dhe monitorimi i vazhdueshëm i zonës për të garantuar sigurinë e banorëve dhe të pronave të tyre. Në kushtet ku rreshjet pritet të vijojnë, shqetësimi mbetet i lartë, ndërsa mungesa e masave konkrete rrezikon ta kthejë këtë problem natyror në një emergjencë më të gjerë për zonën.